Thash pse mor profesor? A ma mirë që është e Smajlit krejt, tash në lirin, Kosovë të lirë, apo me qenë e Jovanit, e Draganit, e Milanit, e Zëranit, aty në Serbëve që e kanë zotru pronat publike të Kosovës, dhe mbylli gojnë. Pra tani këta kanë kriju një armik imagjinar, e që janë ish lirimtarët, luftëtarët, dhe në raport me këta për mbrojnë pronën e Kosovës, sepse këta kanë zotru, e tash nuk e di se kush presin me zotru. E dyta, ju keni pa deklaratën asaj zonjës Paculli, që është deklarat në unison me qëndrimet politike dhe filozofin politike televizijës vetëvendosje. E shpëtuam Kosovën nga shitja që deshen t'ja bëjnë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradini dhe komandantët të tjerë. Pa ka logjik thuhet se një zonja Paculli që ka lindje, e një Albin Kurti që shëtiste në përqendër Prishtinës ku ne luftonim në për zonë Drenisë, Llapit të Ndugaqin, derisa dhe ma në fund kur u mbyll zyrja gjoja e UÇK-s midis Prishtinë, ai u prishi matematikat, po nuk i prishi Albini, i prishi Bacadem, Adem Demaçi, se në takimin e Slovenisë, se ka shumë gjëra që dalin kështu shkarës, po që janë të elaboruara. Në takimin e Ljubljanës, kam thirrë vazhdu. Në takimin e Ljubljanës, mes Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe të tjerëve, me Adem Demaçin, ja bën të ditur, po Bacadem nuk mundet me pa zyrët UÇK-s midis Prishtinën në periudhë luftës. Ne jemi UÇK edhe po hyjmë me armë, me uniforma në Kosovë, me luftë. E ti po funksionon si zyrë UÇK-s midis Prishtinë, ka emrin e vet kjo temë dhe Bacadem u kthjell, se Bacadem ka qenë trim. Kanë abuzuar me të, veton Sorroj me Albinin, do ta hapin një zyrë UÇK-s, ti do të më shën aty dhe Bacadem ka thonë ku doni. Në Beograd mi pas thonë e kish bën Beograd i shku. Sa ai ka qenë trim, që kanë pas me i bën Serbia, përveç se këton jetën e kanë marrë në burg, për një kauzë, bashkim kombëtar dhe pikë. Dhe tani, kur e kuptoj se ishte në lajthitje, Bacadem e mbylli zyrën dhe me automatizëm e arrestuan Albin Kurtin. Pra deri atëherë ka shëtit në për diskoteka, në për rruga, askush që ka ngacmu, ne kemi qenë luftë. Dhe tani na vjen Albin Kurti me zojen Paculli, stafin e tyre, thonë e shpëtuam Kosovën nga shitja që po ja bënin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradini dhe komandantët e tjerë. A ka absurditet më të madh që thuhet Ramush Haradinit se po e shet Kosovën në një kohë që vetë skena kur është vrarë vllavë aton fillimet e hershme të luftës, e ban në shtëpi, e qet në has, e ju thot varrosne, e kthehet e lufton, den drejt Kosovës, e mi thon sot po e shet Kosovën, nuk ka sens. Nuk ka sens. Mirë po, këta instalun këtë perceptim në popull, këtë 60%. Dhe vërtet mendojnë se tralltarët që po dojnë me shit Kosovën janë ata që dje e dhanë jetën me shliru këtë Kosovë, që i kanë vëllezërit e i kanë bitet në për edhe gjakun e tyre në themelet e këtij shteti. Pra kjo është nonsens. Pse u arrit me u instalu dhe si po arrin mi marr votat, janë ai 60% që e kam thënë, e kanë nostalgji për Jugosllavinë, merre mend ti thonë, në kuadrat të vetëvendosjes që ndëgjon kuadrat e saj që thonë se nëna dhe gjyshja të dy hatslave i kanë thënë se periudha e regjimit Titos ka qenë i mirë, ose veton Sorroj që thotë, ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka qenë ushtri, dhe ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka luftuar për liri. E dini çfarë thonë se kanë luftuar? Me qenë se kanë luftuar për pushtet. Po me qenë pushtet kanë qenë serb, i kanë larguar ata dhe kanë ardhur vet. Pra, çifte fare logjike kanë instaluar në brezin e ri që nuk e din çka është lufta. Nuk ka në librat e historisë, është një pjesë që më shumë ka viktima në Kosovë se shkronja që shkruajnë për historinë e luftës tonë të 98-99. Prandaj ky brez që po rritet është pa ndjesinë e patriotizmit, atë dashurisë dhe vlerave të luftës, dhe nuk e din se mbi cilin gjak në themelet e këtij shteti çfarë qëndron. Ta mendojnë se këtu ka qenë Kosova gjithmonë. Dhe tani pas ka ardhur ky brez i motivuar me luftu do që gjoja pas kanë shëruar këtë vend e që po duhen me hangër vetë tash. Pra këtë logjike kanë instalu, është vështirë me heq. Luftetarët, shifë unë e tham, luftetarët e kuptojnë luftën, por paqja i trullon pak, sepse lufta politike është shumë më rëndë se sa lufta frontale. Ajo ka anën erë që janë viktimat, por lufta politike e ka pandershmëri. Dhe me të pandershmit po hyren lojë mund me përvojë. Dhe kjo po ju ndodh luftarëve. Prandaj duhet një impenjim kombëtar me shpëtu Kosovën nga ky spektër politik që sot po e rënon në aspektin kushtetues nga brenda. Dhe ju po shihni se kjo nuk është vetëm dukuri brenda Kosovës. Kjo ka filluar t'jap efektin e vet. Kjo strukturë politike që ushtrinë Malzi, ushtrinë në Maqedoni, ka filluar ta jap ushtrinë e Kosovës lindore, ka filluar ta jap efektin edhe atje. Dhe ju shihni degradimin që ndodhi në Maqedoni. Sot me protestu ti për me dhon provimin çka ishte mastri në gjuhën shqipe, doktoraturën, po kjo nonsens. Prekja në marrëveshjen e Ohrit do të thotë kthim në luftë.
Nuk ka hapësirë për debat këtu. Këtë Sepse vendi i shtetit Maqedonisë, ju këtë fund shikoni? po pra, marrëveshja Ohrit erdhi si rezultat i vendosjes paqes, ndërprerjes së luftës mes ushtrisë shqiptare kombëtare dhe forca maqedone. Nëse ti prek në vlerat e marrëveshjes Ohrit, me automatizëm ke shpall luftë, e ke kthy gjendën në situatë lufte. Pra nëse ti shqiptar nuk i konsideron element shtetformues të Maqedonisë, me automatizëm ti i ka i shpall luftë shqiptarëve. Dhe një duhet ta di shteti Maqedon. Bullgaria nuk e njeh kombin Maqedon, e njeh shtetin Maqedon. As Shqipëria s'do të më njoh shtetin Maqedon pa u pa shqiptarët elementin shtetformues, pa u pa shqiptarët garantues funksionimit të atij shteti.